Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cilat janë shkaqet që kanë shtyrë dietarët me pas mos pajtime të tyre në çështje të fikut, në çështje të veprore. Janë shumë shkaqe që kanë përmend dietarët, mirë po shkaqet kryesore, pastaj që pas tyre mundë më udhëgzu, domethënë nëpërmjet tyre mundë më udhëgzu shkaqet e tjera, mund të koncentrohen në shkaqe, janë e para çka të bëj me vërtetësinë e lajmit, me vërtetësinë, për shembull, zakonisht hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë me vërtetësinë e lajmit. E dyta, me kuptimin e tekstit, qoftë nga Kurani dhe Suneti, domethënë mënyra e kuptimit të tekstit. Mënyra e kuptimit të tekstit ka bërë që dietarët me pas mos pajtime mes tyre se dikush e ka kuptuar në një mënyrë, dikush e ka kuptuar në një mënyrë tjetër. Disa shtojnë edhe ato, domethënë gjuhës arabe, çështje që kanë të bëjnë me gjuhën arabe, disa e përmenden edhe ata të fundit që domethënë teksti mund të e koni saktë, mund të koni qartë i prerë, që përmendëm më herët si fjala e Ibn Taymiyes rahimahullah. Domethënë mirë po teksti është abroguar, është i deroguar qoftë nga Kurani apo Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë shkaqet, domethënë kryesore. E tash ka në ndegzime apo ka degëzime në secilin prej këtyre shkaqeve. Sa i përket shkakut të parë, që lidhet me vërtetësinë e tekstit, domethënë dikush thotë, po teksti on nuk është i saktë, ose nuk kanë dëgjuar asnjëherë për këtë tekst, ose nuk i kallëzohet më vonë, ose ata më vonë që kanë ardhur prej nxënësave, nxënësave, dietarët e më vonshëm, e kanë marrë si argument ndoshta në tekst. Mirë po, imami tyne nuk e ka ditë këtë tekst, nuk i ka arrit ai tekst. E janë shkaqe të ndryshme që lidhen me vërtetësinë e tekstit. Shkaku i parë është se shumë prej dietarëve, sidomos aty në dietarëve të hershëm, qoftë edhe nga rradhët e sahabeve apo të tabinëve, ka ndodhur që mos më arrit teksti nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas mundësi që asnjëherë më ndëgju një lloj të tillë të haditheve. Për këtë arsye jenë detyruar me punu, ose me ajetin koranor i cili ka qenë i përgjithshëm, ose me qiyas, me analogji, ose me rregulla të përgjithshme. E sikur të kishte arrit hadithi, dhe sikur të kishin ditë hadithin e pejgamberit alayhis salam, kishin me vepru sipas tij. Kjo është një prej atyre shkaqeve që kanë përmend dietarët, se domethënë për shkaqeve të mospajtimeve të dietarëve është se dikuna për dietarëve nuk i ka arrit tekstin nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye nuk ka pas mundësi me punu me atë tekst. E dikush mund të më thonë tash, duke krahasuar këtë kohë me atë kohë me kohrat e mëhershme, po kollaj se tash, domethënë librat janë të shkruar, janë të botuar, janë të përpiluar, rribat e ndryshme të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thonë çush ka pas mundësi aty në me ju ik. Themi kollaj se mas pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thonë një fjalë, ose kur e ka vepruar një vepër, ose kur e ka dhënë një fetva, ose kur ka gjykuar për një çështje të caktuar, ata që kanë qenë të pranishëm e kanë dëgjuar petina ose kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj ju kanë përcjell njerëzve të tjerë. Ata që nuk kanë qenë prezent, nuk kanë pas mundësi me pa ose me dëgju. Mirë po ka pas mundësi ata me dëgju prej sahabëve të tjerë. Mirë po me zgjerimin e shtetit islam, atëherë sahabët e ndryshëm të pejgamberit alayhis salam janë shkuar në vende të ndryshme. Për shembull Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka shkuar në Kufe, Abdullah ibn Abbasi në Mekë. Dietarë shumë të sahabëve, sikur se Aisha radhiyallahu anha, sikur se Abdullah ibn Umar, sikur se Zeid ibn Thabit kanë qenë në Medinë mesin e tyre dhe Omeri, sepse ka qenë në qendër e hilafetit musliman. Për këtë arsye, secili prej atyre dietarëve të sahabëve ka pas dije që nuk ka pas dikush tjetër prej sahabëve. Ka pas mundësi që me ditë diçka që nuk i ka arrit atin e tjetrit. Për këtë arsye, edhe dietarëve qoftë nga rradhët e sahabëve ose të tabinëve, ka pas mundësi me ju ik diçka. Vele edhe dietarëve më të mëdhej ose sahabëve më të mëdhej, halifeve, ka pas mundësi me ju ik. Siç përmendet rasti për shembull sa për këtë Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Më shumë të kanë me pejgamberin alayhis salam. Kur shoku, domethënë edhe është më i vlefshëm halifja, domethënë më herë mas pejgamberit alayhis salam për vlerën e tij që kanë ardhur shumë prej citateve, mirë po ka pas mundësi edhe aty në me ik ndonjë hadith. Hadithi është e njoftën ku një
një gjyshe pa të arte Abu Bekrit, edhe ka thënë, am ka caktu mu Allahu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hisën trashëgimia. Kam hisë në trashëgimia dhe sa kam hat hisë. Abu Bekri radhiyallahu anhu s'ka pas dije rreth kësaj, ka thënë, vallahi nuk di diçka në librin e Allahut azza wa jall, apo në sunet pejgamberit alayhis salam që ka ardhur që ty të takon diçka. Mirë pa ves njerëzit. Atëherë kur ka pyet njerëzit e tjerë, atëherë Mughira ibn Shu'bah ka dalë dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë gjyshes një të gjashtin e pasurisë. Natyrisht kjo me kushte të caktuara. Mirë po në parim një të gjashtin gjyshja e trashëgon. Ka thënë a ki dikon që dëshmon me këtë? Për këtë ka thënë po, kam edhe Muhammed ibn Maslama. Edhe pse disa dietar kanë thënë se ka shputje në këtë senet, mirë po shumë dietarëve kanë argumentuar për këtë dhe kanë treguar se në mësparë gjyshes se takon një gjashtë dhe dyta se ka pas mundësi sahabeve të ndryshëm të pejgamberit alayhis salam miu ik ndonjë hadith. Ose për shembull Omeri radhiyallahu anhu, edhe pse halife dhe dihet kush ka qenë Omeri radhiyallahu anhu, dihet dia e tina, mirë po ka pas mundësi mi ik ndonjë hadith. Ashtu hadithi i njoftën. Domethënë që nuk e pa ditur atë gjykimin ose dispozitën rreth kërkimit të lejes. Ka ardhur Abu Musa al-Ash'ari, ka tërëkin der, Omer radhiyallahu anhu ka qenë halife, mirë po ka qenë në zonë, ka tërëki 3 herë, pastaj u kthye. Pastaj i ka vetë dikon ka kom dëgjuar atë zonën e Abdullah ibn Qaisit, domethënë ka pas për qëllim Abu Musa al-Ash'ari, ka thonë po, ka thonë pse u kthy? Pastaj ka dërguar ai, ka thonë pse e kthy? Ka thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar më kthy, nëse tërket 3 herë edhe nuk t'i japet leja, tërket, domethënë kthehesh. Ka thonë pekuna ka dëgjuar atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë a ki edhe dikon tjetër që dëshmon për këtë? Ka thonë po. E kam, domethënë ka shkuar edhe te Abu Said al-Khudri, i cili ka qenë shumë i ri në moshë dhe ai ka dëshmuar për këtë. Domethënë Omeri radhiyallahu anhu i ka ik hadithi i kërkimit të lejes. Uthmanit radhiyallahu anhu i ka ik, edhe Aliut radhiyallahu anhu i kanë ik. Domethënë për shembull për këtë Uthmanit në një grua e cila të cilës i vdes burri. Ku duhet me kryu idetin? Në cilën shtëpi? A lejohet me dal në shtëpinë me shku tek familja e saj apo jo? Uthmani radhiyallahu anhu në fillimisht kishte gjykuar që bën me shku tek familja e saj, me kry pritjen 4 muaj dhe ditë. Se 4 muaj dhe ditë duhet me prit. Gruaja të cilës i ka vdekur burri. Ka ardhur ajeti kuranor, mirë po edhe në hadithet e shumta pejgamberit alayhis salam. Mirë po nuk e ka ardhur Uthmanit, nuk ka ditë hukmin se në cilin vend. Derisa i ka ardhur motra Abu Said al-Khudri e ka pasur emrin Fureja ibn Malik, e ka treguar Uthmanit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdekur burri i saj e pa të urdhëruar me qëndru në shtëpinë e burrit saj, mos me dal i tjetër kon. Dhe pastaj kur e ka dëgjuar këta, Uthmani radhiyallahu anhu ka vendos, ka gjykuar me këta. Domethënë Uthmani radhiyallahu anhu ka ikë edhe kështu një rast në e Aliut radhiyallahu anhu, mirë po nuk do të përmendim për arsye se domethënë që mos ngarkohet. Domethënë sahabëve ka pas mundësi mi u ik ndonjë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile sahabëve të mëdhej. Kështu edhe tabiinëve ka pas mundësi mi u ik ndonjë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është njëra prej atyre shkaqeve të mospajtimit ndërmjet dietarëve. Domethënë nuk ka ditë hadithin që ka ardhur ndonjë hadith në çështjen e tillë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye ka gjykuar për filan çështjen, qoftë në namaz ose në ibadete ose në çështje transaksione ose diçka tjetër, ka gjykuar me rregullat e tjera, me qiyas, me analogji ose me diçka tjetër. Çështja e dytë është ka ardhur hadithi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka qenë në dyshje a është i saktë apo jo. Tek ai nuk ka ardhur me rrugë transmetimit sakta. Po thot, sikur të kishte qenë i saktë hadithi, kisha me vepruar me atë hadith. Për shembull, Imam Shafiu nuk ka punuar me një hadith pejgamberit alayhis salam sepse tek ai pa të arrit me varg transmetuese jo të saktë. Për këtë arsye edhe rreth hadithin e fjalë dhe rreth dispozitit ka mos pajtime ndërmjet dietarëve. Domethënë 3 mendimet e dietarëve janë se çfarë hukmi, çfarë dispozite. Mirë po hadithi është kështu, thotë se është pyet Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu për një njeri i cili
ka qenë i martuar ose ka bën kontratë martesore me një femër. Do thonë ka bën kontratë martesore me një femër, pas edhe nuk i ka caktuar meher. Nuk i ka caktuar meher caktuar. Pastaj edhe nuk ka bërë marrëdhënie intime me të dhe pastaj ka vdek. Do thonë fillimisht ka bërë kontratë martesore, nuk i ka caktuar meher caktuar, nuk ka bërë marrëdhënie intime me të dhe pastaj ka vdek. Cili është hukmi i asaj? Ka thonë fillimisht nuk di ndonjë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po bëj ijtihad, po them kështu, se asaj i takon mehri sikurse i grave të ngjashme me ta. Dhe ajo ka të drejtë në trashëgimi dhe duhet me prit, domethënë me prit, sepse ka qenë martuar me atë person, duhet me prit ideti i saj në është sikurse ideti asaj në gruas e cila e ka qenë martuar edhe ka vdek burri. Domethënë 4 muaj edhe ditë. Kështu ka gjykuar Abdullah ibn Mas'udi derisa është ngrit Maqib ibn Sinan al-Ashja'i, ka thonë wallahi thot njëjtën që ke vendosë ke gjykuar për ta, thot e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka gjykuar për një femër e cila ka pasur emrin Barwa binti Washiq. Barwa binti Washiq, të njëjtën gjë. Për këtë arsye Imam Shafiu ka thot për këtë, thot hadithi nëse është i sakt, atëherë punoj me ta. Po atë unë s'është i sakt. Dhe s'ka punu me ta për këtë arsye, ta Shafit është një mendim tjetër. Mirë po, që disa për dietarëve është një mendim tjetër. Që do më thonë se nga një herë, arsyeja me spajtimit ndërmjet dietarëve është se filan hadithi i ka ardhur po ose ka ardhur rrugë transmetimi jo të sakt, ose ka pas dyshime rreth hadithit në fjalë dhe nuk ka punu me atë hadith. Prej sebepeve, prej arsyeve të mos pajtimit ndërmjet dietarëve është edhe harrimi i ndonjë hadithit. Për arsye se njeriu ka mundësi me harru, edhe dietari ka mundësi me harru. Në një periudhë kohore vetë ndoshta e ka transmetuar njëjtin hadith, mirë po kur ardh çështja për një meselë të caktuar me argumentuar apo jo, ka harru hadithin. Për këtë arsye edhe Imam Daraqutni ka një libër thotë men haddatha wa nasi. Domethënë ai i cili ka treguar hadithe masani ka harruar njëjtin hadith. Po domethënë çështja e harresës është çështje normale dhe ka mundësi me ndodh. Dhe është një rast që ka ndodhur Omerit radhiyallahu anhu. Ka ndodhur Omerit radhiyallahu anhu. Thotë është pyet Omeri radhiyallahu anhu për një njerëz i cili nuk ka ujë. Edhe ka ardhur koha për me fal namazin. Çka më bë? Thotë mos u fal. Domethënë mos u fal derisa të gjon ujin. Atëherë i ka dal Ammar ibn Yasiri, edhe ka thonë: "A moment o Emirul Mu'minin, se unë ti jena konë në një ekspedit, në një udhëtim, dhe pa të ka ardhur koha namazit. Thotë ti nuk u fale, ndërsa unë më thonë u hedha mi pluhur, edhe një farë forme ka marrë tejemum. Dhe kur shkum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë mjafton që ti të kishe bërë që domethënë me 2 pëllëmbet e tua, me godit tokën, pastaj me godit edhe fytyrën edhe durrë deri në pëllëmb. Domethënë ka mësuar që më marr tejemum. Thotë vallahi në s'm kujtohet këtë ngjarje. Ka thonë ani mirë, a ta transmetoj hadithin? Ka thonë vazhdoj me transmetuar hadithin, mirë po mua s'm kujtohet. Se do të thotë e ka mundësi që një dietari për një çështje të caktuar ka pas mundësi që me harru hadithin. Me ndodh ngjarja, mirë po me harru ngjarjen. Qysh e përmendëm këtu. Ka nganjëherë mundësi që dietarët kanë mos pajtime rreth një çështje të caktuar për shkak se hadithi në fjalë ka mos pajtime ndërmjet dietarëve është ai sakt apo jo. Domethënë kjo kthehet pastaj edhe në çështje të domethënë dietarët e hadithit. Se dietarët e hadithit nganjëherë për disa hadithe kanë mos pajtime, ose për shkak të një transmetuesi të caktuar, se dikush ka thonë është transmetuesi i besueshëm, dikush ka thonë jo s'është i besueshëm, tash kush e kanë konsideruar të besueshëm, atëherë konsiderojnë hadithin e tina ose të mirë ose të sakt, ai tjetri nuk e konsideron se sakt, ose kanë ardhur për shembull mënyra të ndryshme transmetimit të hadithit, nganjëherë hadithi është transmetuar si fjalë e sahabiu, nganjëherë si fjalë e pejgamberit alayhis salam, nganjëherë është transmetuar si fjalë e pejgamberit alayhis salam pa shkputje, nganjëherë ka pas shkputje. Dhe dietarët pastaj aty kanë ijtihad sa i përket domethënë saktësimit të hadithit. Dikush ka një mendim, dikush ka një mendim.
Po flasim për dietar, jo për njerëzit thjesht, të cilët e marrin vetëm atë aspektin e jashtëm të hadithit edhe gjykojnë pas tina. Mirë po dietar të cilët i marrin krejt rrugët e transmetimit edhe në fund dalin me një përfundim. Edhe këta e kemi përmend. Më thonë më herët në çështën kur kemi fol për dispozitat e fikut, sidomos për dispozitat e asaj nga gruas e cila është me menstruacione. Ai njeri i cili bën marrëdhënie intime me gruan me menstruacione, a duhet me bosh pagim apo nuk duhet me bosh pagim? Edhe sa është ai pagim? Ka një hadith Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu që transmeton se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar. Domethënë ai i cili bën marrëdhënie me gruan e tij, marrëdhënie intime gjatë menstruacioneve, atëherë duhet me dhon sadaka, ka për detyrë me dhon kefarat me shlikët gjuna, duke u penduar fillimisht te Allahu azza wa jall, mirë po edhe duke duke dhënë sadaka me 1 dinar apo gjysmë dinari, edhe kemi përmend aty se kur është në gjysmë dinari, kur është 1 dinar, mirë po 4.25 gram ose 4.50 gram është 1 dinar. Që do të thotë në disa raste jepet gjysmë dinari, në disa raste 1 dinar. Për këtë hadith ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve. Disa thonë që është fjala Abdullah ibn Abbasit, disa thonë është hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shumica dietarëve thonë se hadithi është fjalë e Abdullah ibn Abbasit, për këtë arsye na nuk guxojmë që njerëzit mi detyru me shpagu përveç nëse ka ndonjë hadith nga pejgamberi alaihi wasallam. Kjo është fjala e Abdullah ibn Abbasit. Prandaj themi se është mirë, është mustahab, mirë, po s'është e obligueshme, ndërsa dietarët e tjerë, që është mendimi i Imam Ahmedit, domethënë e konsiderojnë që hadithi është i saktë dhe punojnë me ta. Domethënë, shkaku i pajtimit në këtë çështje është saktësia e hadithit. A është hadith i saktë apo nuk është hadith i saktë? Po ashtu për shembull, për marrë një shembull tjetër. Njerëzit ose dietarët kanë mos pajtime rreth çështjes se gruaja e cila ka ari në sasi pak më të madhe. Edhe mirë, po këtë ari është duke e përdor, duke si që ka qafore, ka bizulik, ka domethënë ari, të cilat nuk i ka për mishit ose nuk i ka për diçka tjetër, po i përdor vetë. Edhe i ka më shumë se 85 gram ari, për shembull. Atëherë, a duhet me dhënë zakat për këta apo nuk duhet me dhënë zakat? Këtë mesele është tek një hadith. Kush e konsideron hadithin hasan ose sahih, thotë se duhet me dhënë. Nëse ka edhe, domethënë, dikush tjetër për dietarëve, thotë edhe ka fjalë sahabeve, mirë po, domethënë në rënd të parë është hadithi i saktë apo nuk është hadithi i saktë. Për këtë arsye gjejmë se disa prej dietarëve e obligojnë dhënien e zakatit për arin të cilin e përdorin gratë. Edhe pse nuk është ari i cili shitet e blehet domethënë për diçka tjetër. Mirë po është ari që përdoret. Ndërsa dietarët e tjerë thonë, domethënë që nuk e ka për obligim. Këtë është domethënë te hadithi domethënë është një hadith. Ky hadithi është se ka ardhur një grua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në dorën e vajzës së saj kanë 2 buzulik të trash për arit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet apo a jep zakat për këto? Ka thonë jo. Ka thonë, a do të pëlqejë që Allahu me të zëvendësu me 2 buzulik për zjarrit të xhenemit? Atëherë ka thonë këto janë për Allahun edhe për pejgamberin alaihi salam, ka thonë sadaka. Po pejgamberi alaihi salam e ka kërcënu, domethënë nëse sjap zakat për këto, atëherë është rrezik me përfundu zjarrit të xhenemit, që domethënë është obligative me dhënë zakatin. Domethënë kjo është një prej atyre sebepeve të mospajtimit të dietarëve. Domethënë hadithi është i saktë apo jo? Kush e konsideron të saktë, punon me to, edhe thotë gjithësisht do të na jap. Ai i cili i thotë nuk është i saktë, nuk punon me to, edhe thotë nuk ka për obligim. Ne nuk jemi këtu duke sqaruar, domethënë atë dispozitën përfundimtare. Mirë, po vetëm do jemi duke përmend ato shkaqet që kanë shtyr dietarët me pas mospajtime. Kjo është sa që ka të bëj me hadithet ose tekstin. A është i saktë apo jo? I përmendu disa shkaqe kur, domethënë mas pari nuk i ka rrit dietarit hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ka rrit po nuk ka qenë domethënë hadith i saktë ai, ka pas dyshim a është i saktë apo jo. Mësani ka mos pajtime rreth disa hadithe sa janë të sakta apo jo, dhe kush konsideron ato të sakta punon me to, kush nuk konsideron të sakta nuk punon me to dhe nuk bazohet me to në filan çështjen, ose nëse dietari ose sahabët që përmendëm në rastin e Omerit radhiyallahu anhu ka ditë hadithin po e ka harru.
Tash vim te shkaku i dytë, i cili është prej shkaqeve të mospajtimeve të dietarëve. Shkaku i dytë lidhet me kuptimin e teksteve, me kuptimin e citateve nga Kurani apo hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtu ka detajizime të shumta. Domethënë, përmendëm në dersën e kaluar kemi përmendur se nganjëherë disa prej teksteve ka mundësi të kuptimit të tyre më shumë se sa një mënyrë. Se vetë teksti, vetë fjala e ka këtë, domethënë ka mundësi më kuptu më shumë se sa një mënyrë. Dhe këtu dietarët, domethënë kanë mospajtime. E një pjesë e konsiderueshme e mospajtimeve të tyre është për shkak të kuptimeve ose mospajtimeve të tyre në kuptimin e teksteve. Atëherë vim edhe i sharon një nga një. E para për tyne është se dietarët, mujtahidat, dietarët e mëdhej, flasëm për domethënë njerëzit të cilët kanë lexuar diçka, ndonjë hadith ose diçka, dhe nuk janë dietar, nuk e dinë rregullat e usul fiqhut, sepse kjo që do ta përmendi në një mas të madhe lidhet me usul fiqh, me bazat e fiqhut, me rregullat që qysh mi kuptu tekstet fetare, qysh me argumentu. Atëherë kanë mos pajtime ndërmjet tyre në kuptimin e teksteve, sepse dikush prej tyre për shembull ka në kuptimin e teksteve një aspekt lidhet me dietarin, një aspekt lidhet me tekstin. Me dietarin që disa prej dietarëve për shembull i kuptojnë tekstet në mënyrë literale, fjalë për fjalshme, dikush tjetër e kupton në mënyrë pak më ndryshe. Edhe njëna prej atyne rasteve që kanë ndodhur ka qenë në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë ndikuar që me pas vetë sahabët mos pajtime rreth kuptimit të tekstit. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dy palët nuk ka folur keq për ta, i ka toleruar dhe nuk e ka thënë kurrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përfunduar lufta e Ahzabit, ka thënë sahabëve la yusalliyan ahadun al-asra illa fi Bani Qurayza. Mos ta fal kërkush për juve namazin e këndis përveç se të Bani Qurayza. Tash sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas mos pajtimin mes tyre. A është kuptimi i këtij hadithit literal, që domethënë nuk lejohet për neve që me fal namazin e ikindis përveç se të Bani Qurayza, edhe nëse del vakti, edhe ka hija aksame, apo është për qëllim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë kuptuar që shpejtoni, shkoni më shpejt atje dhe nëse dikush falet gjatë rrugës nuk është problem, përderisa nuk e ka nuk është vënu aq shumë derisa u shku atje. Disa prej sahabëve janë falë gjatë rrugës. Se kanë kuptuar që qëllimi i pejgamberit alayhis salam është me përshpejtu, me shku shpejt atje, edhe ata kanë falë gjatë rrugës, se kanë thonë po i del vakti. Ndërsa sahabët e tjerë kanë marrë aspektin literal, edhe kanë thonë pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar që mos me fal veç atje. Kur ju shku atje, ka kalu vakti, ka kalu koha. Atëherë kur shku te pejgamberi alayhis salam, cili ka pas drejt, pejgamberi alayhis salam të dy palëve, domethënë i ka thonë që e keni të drejtë. Mirë po, këta të cilët e kanë marrë atë aspektin e kuptimit, e kanë pas më të drejtë. Domethënë, po prasë pejgamberi alayhis salam nuk i ka thonë kurrë as kësaj pale, as kësaj pale. Pse? Se teksti ka pas mundësi me kuptuar në të dy mënyrat. Teksti ka pas mundësi me kuptuar në të dy mënyrat. Domethënë, dietarët kanë mos pajtimin ndërmjet tyre sa përket kuptimit të tekstit. Dikush prej tyre kupton që është në aspekti literal i fjalë për fjalë, dikush tjetër thotë që është qëllimi diçka tjetër. Siç kanë ndodhur kjo në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose ka mundësi me ndodhur mos pajtime ndërmjet dietarëve sa i përket tekstit saktum, sepse tekstet në arabishte ka mundësi nganjëherë, çuçi e përmendëm më përpara, domethënë me pas më shumë se sa një kuptim. Për shembull, disa prej teksteve, dikush prej dietarëve thotë te kur është i paqartë, ka nevojë për një qartësi më të madhe. Ka nevojë për një qartësi më të madhe. Dikush tjetër thotë për shembull se teksti është i qartë. Për shembull, disa prej dietarëve kanë mos pajtime ndërmjet vete, a është për qëllim kuptimi i vërtet i tekstit apo kuptimi figurativ, metaforik. Domethënë nganjëherë përdoret një shprehje, një tekst, ka një diçka. Mirë po, dietar kanë mos pajtime, kjo është përdorur në kuptimin figurativ apo është përdorur në kuptimin e vërtet. Pastaj nganjëherë vjen teksti i përgjithshëm, mirë po është për qëllim përgjithshme, çështja përgjithshme apo është diçka më e veçantë.
Pa marrë një shembull për këto të fundit. Fjala an-nas e ka kuptimin njerëzit. Në atë aspektin gjuhësor edhe në shqip edhe në arabisht i bën që njerëzit përgjithësi. An-nasu, do të thonë të gjithë njerëzit. Mirë po, nganjëherë përdoret shprehja në shumës, por është për qëllim pak. Për shembull, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Aty në që ju kanë thonë njerëzit. Kush janë këta? Do të thonë kanë dy veta. Njerëzit e kanë domethënë për qëllim dy veta. Inna nasa qad jama'u lakum, sepse njerëzit domethënë Kurejshit, domethënë luftën e Ahzabit, ju mbo bashk, po doin fakhshawhum, keni frikë. Mirë po, fazadahum iman, dhe kjo vetë se ju ka shtuar ty në imanin. Domethënë këtu nas është përdor në shumës, mirë po është për qëllim njerëz saktum. Domethënë qëllimi është se a është për qëllim ona përgjithshme, a është për qëllim diçka tjetër. Domethënë me një fjalë teksti nganjëherë, domethënë ka mundësi më kuptu në një kuptim, ose ka mundësi më orë në një kontekst, dhe djetarët pastaj kanë mos pajtime ndërmjet tyre. Këtu përmendim një shembull. Që domethënë teksti ka mundësi më kuptu më shumë se sa me një kuptim, ose i përmban të domethënë më shumë se sa një kuptim. Që e kemi përmendur më herët, që quhet polisemi, kur teksti është që ka më shumë se sa një kuptim. Për shembull, edhe në shqipe, po edhe në arabishte, janë disa fjalë që në qoftë se përdoren ato në një kontekst e kanë një kuptim, në kontekst tjetër në një kuptim tjetër, njëjta shprehje. Për shembull, fjala ain. Fjala ain nganjëherë është për qëllim syri i njeriut, ose syri i kafshës. Nganjëherë është për qëllim burimi i ujit, ainul ma, burimi i ujit. Nganjëherë është për qëllim spiuni. Nganjëherë ja'a Muhammadun ainuhu, ka orë Muhamedi vetvetja tina. Është për qëllim, nuk është as syni as kurgjë, mirë po, është për qëllim, domethënë vetvetja i tëri ose vetvetja e tij. Domethënë fjala ain ka mundësi me kuptu me pas këtë kuptim, ka mundësi me pas këtë kuptim, ka mundësi me pas këtë kuptim. Ka ardhur ajeti kuranor në surën Al-Baqara, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ato të cilat janë të shkurorëzuar. Dikush i cili është shkurorëzuar gruan e tina, ajo ka për detyrë me prit. Sa duhet me prit? Ka ardhur këtu thalathata quru. Quru është shumë se kur e tash ka mos pajtime ndërmjet dietarëve. A është për qëllim për ato gra, është fjala për ato gra të cilat kanë menstruacione. Jo për ato gra të cilat janë në klimaks, që nuk kanë më menstruacione, se ato duhet me qëndru me prit 3 muaj. Ose ato gra për të cilat janë shtatzone, ajo është një dispozit tjetër. Mirë po, gratë e zakonshme që kanë menstruacione. Burri e ka shkurorëzuar një grua të tillë dhe sa duhet me qëndru, sa është afati koha e pritjes. Këtu ka ardhur quru që është shumë sikur. Në gjuhën arabe fjala qur e ka kuptimin, nganjëherë ka kuptimin të menstruacionit, nganjëherë ka kuptimin e pastrimit pas menstruacionit. Domethënë vjen edhe me një kuptim edhe me një kuptim tjetër. Për këtë arsye edhe dietarët vetë kanë mos pajtimin ndërmjet tyre. Domethënë disa prej dietarëve e kanë marrë atë kuptimin e parë që duhet me qëndru 3 menstruacione. Kur përfundon menstruacioni, atëherë i ka përfundu afati pritjes dhe lejohet me asajna me u martu me dikon tjetër dhe nuk konsiderohet më gruaja e tina. Nuk konsiderohet më ajo gruaja e personit që e ka shkurorëzuar. Kur të përfundojnë 3 menstruacione. Ata dietarët e tjerë thonë ja, qëllimi është pastrimi pas menstruacioneve. Do të thonë pastrimi mas menstruacioneve. Të parë do të thonë është me fillimin e menstruacioneve, dhe të dytit dohet me prit derisa të përfundon menstruacioni dhe pastrohet pas menstruacionit. Pra ka dallim në ditë, ka dallim. Tash kjo quhet fjali ose fjalë polisemike që përdoret edhe në këtë kuptim edhe në këtë kuptim. Dhe në arabishte janë disa fjali ose fjalë që quhen ishtirakul lafdhi, domethënë fjalë polisemike. Nganjëherë fjala polisemike mundet që mi përmbajt të dy kuptimet nëse nuk vijnë ato ndesh njëra me tjetrën. Për shembull, wal layli idha as'as. Pasha natën idha as'as, kanë thonë dietar iqbalul layli wa idbaruhu. Nganjëherë vjen fjala as'as e ka për qëllim fillimi i natës, nganjëherë përfundimi i natës. A është për qëllim e para apo e dyta, thonë dietarët, nëse ka ardhur kjo shprehje polisemike, ishtirak në arabisht. Mirë po mundet mi përmbajt të dy kuptimet, atëherë themi se
i përfshin ajeti kuranor të dy kuptime se nuk ka kontradikta në mes tyre. Mirë, po te ajeti këto thalathat quru s'ka mundësi me pas dy kuptime, për arsye se njëri kuptim e kundërshton tjetrin. Duhet me përzier gjithsesi njërin për kuptimeve. Atëherë përdorin argumente të tjera për me ardhur tek konkluzat, tek gjykimi ose tek dispozita e caktuara. Na jemi të sqaruar cili është mendimi më i saktë. Mi përveç jemi duke sqaruar sepse dietarët kanjëherë mundën me pas mos pajtime ndër tyre, domethënë në gjuhën arabe janë disa shprehje, të cilat kanë më shumë se sa një kuptim dhe dietarët për shkak se kanë ato më shumë se sa një kuptim, atëherë kanë mos pajtime në mes veti. Kjo është njëra prej atyne çështjeve. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.